Më lejo të shpjegoj gjinia, nga vjen gjinia. Në vitin 1950, u hoq termi seks dhe u fut fjala gjini nga seksologu dhe nga psikologu i quajtur John Money. Ai e mori një klient të tij dhe i cili kishte ndruar gjini pra në organin genital, i cili ka vrarë veten dhe i gjithë ky proces është dënuar nga etika mjekësore. Dhe ka qenë periudha ku në bioteknologji po bëheshin eksperimente për të ndërhyrë në XX dhe XY, ku ju referua dhe dëshmia e shkencës se është një fuqi më e madhe se sa e jona, se nuk e ndryshojmë dot analizën e kariotipit. Po sfidojnë natyrën. Atëherë, sfida ndaj natyrës dhe analiza natyrore e Zotit dhe analiza natyrore e idiotit. Pra në këtë fazë jemi ne, kur këto dy gjini që janë dëshmi e krijimit, që janë dëshmi e jetës tonë të përditshme, që janë dëshmi e jetës ekonomike, kulturore, shkencore, të cilat na e lehtësojnë jetën dhe na kanë sjellë në këto vështirësi në debate, se ne duhet ta kalonim kohën tani më për të krijuar një projekt bashk. Që Dorina t'ju ndihmonte në një projekt, po ne po debatojmë pikërisht analizën e idiotit, sepse kjo analiza e idiotit po sjell një dëshmi që nuk ekziston për të ngritur një eksperiment tek njeriu, që të hyjnë sa më lehtë tek fëmia për të realizuar njeriu në eksperimentueshëm. Dhe ne po qëndrojmë që të qëndrojmë tek potenciali biologjik dhe tek e vërteta, ku njeriu ka potencial dhe është një element për të sjellë fryte në jetë, për të qenë një punëtor me mendje të shëndetshme, për të qenë një pjellor për një komb që ruan sovranitet dhe trashëgimi genetike. Pra, po dëmtohet sovraniteti kombëtar. Me këtë unë mbyll se nuk kam çfarë të them.